Lavdi Zotit, Zoti e bekoft fjalën e tij në zemrat tona sonte. Dua të lexojmë letrën e Judës. Letra e Judës, e apostullit Jud. Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrurve që u shejtëruan në Perëndin atë dhe të ruajtur në Jezu Krishtin. Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Shumë të dashur, ndërsa isha gulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojen t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin që u që transmetuar shejtënorëve një herë për gjithmonë, sepse dëpërtua ndërmjet jush disa njerëz që qenë shënuar qemoti për këto dënim, të pabes që e kthejnë hirin e Perëndis tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin zotëri Perëndi dhe Zotin tonë Jezu Krisht. Dhe dua t'ju kujtoj ndonë se tashmë i dini gjithë këto se Zoti pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pasi i shkatroi ata që nuk besuan, ai i ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjyqjen e ditës së madhe, edhe engjëjt që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, po e lanë banimin e tyre. Po si Sodoma dhe Gomora dhe qytetet përreth që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çeroditjes seksuale, janë vënë përpara si shembull duke pësuar ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Në të njëjtën mënyrë ndotin edhe këta ndërrues mishin, përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve. Por kryengjulli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptojë një gjykim fyes, por tha Zoti të qortoft. Kurse këta flasin keq për të gjitha gjërat që nuk i dinë dhe për të gjitha gjërat që njohin në mënyrë natyrale, si kafsh pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Mirë ata sepse kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas çeroditjes së Balamit përfitim dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Këta janë njolla në dashuritë tuaja, kur hanë e pinë bashkë me ju, pa druajtje, duke kullotur veten e tyre, ata janë re, pa ujë, të shtyra nde dhe këte nga era, drur vjesht e pa fryta, dyfisht të vdekur të shkullur me rënjë. Valdetit të egra që shkumëzojnë pa udhësitë e tyre, yjet të këputur për të cilat është ruajtur terri i errësirës për gjithmonë. Dhe për këto profetizoi edhe Enoku i shtati pas Adamit duke thënë: Ja Zoti erdhi me mirat e tij të shenjtë, për të bërë gjyqin kundër të gjithëve dhe për të bindur të gjithë të pabesit në mes tyre për të gjitha veprat e paudhësisë dhe për të gjitha fjalët fyese që mëkatarët e pabes folen kundër tij. Këto janë murmuritës që ankohen për fatin e tyre, që ecën sipas pasioneve të tyre dhe goja e tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Por ju shumë të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë parathënë apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht. Ata ju thoshnin që në kohët e fundit do të ketë tallës, të cilët do të ecën sipas pasioneve të tyre të paudhësisë. Këta janë ata që shkaktojnë përçarje me njerëz mishor që s'kan frymen. Por ju tashmë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në frymën e shenjtë, ruhuni në dashurinë e Perëndis, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Dhe keni dallim për të dhënë lëmoshën njëri tjetrit duke përdorur dallim. Por shpëtojeni të tjerët me druajtje duke ja rrëmbyer zjarrin dhe duke u rryer edhe rrobën e ndotur nga mishi, dhe atij që mund t'ju ruajë nga çdo rrezim dhe t'ju nxjerr para lavdisë së tij të paqortueshëm dhe me gëzim të vetmit Perëndi të ditur shpëtimtarit tot, i qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet tani dhe përjet. Amen. Në periudhën e festave të Krishtlindjeve që kaluan, pash me shumë kujdes të gjitha mesazhet
në divanin ku isha, sepse dini në kohën e festave ishin shumë gripe dhe kështu ruhesha dhe shikoja me shumë kujdes mesazhet e kishës tonë, mesazhet të kishave të tjera dhe çfarë përshtypje nxora. Dua ta them sa më me kulturë mundem. Pikallim dhe mërzi. Mesazhet që dilnin nuk ishin mesazhe ku kishin të bëjnë me për ardhen e vitit të ri, për një periudhë të re që hapet përpara nesh, për një vit të ri që po vjen, me qëllime të reja, me shpresë, por të gjithë flisnin me një farë ndrojtje dhe thash me vete, çdo vit i kaluar dhe më mirë, dhe u problematizova se duke parë brenda mejet, vërtetova se diçka ndodh, diçka bëhet edhe me mua. Dhe kështu shkova tek Zoti, ju luta dhe falenderojmë Perëndin dhe ky është mesazhi për sot, se Zoti kishte lajme të mira. Gabim. Zoti nuk ka lajme të mira, por Zoti ka lidhje të mira sot për ne. Lidhje të mira. Jo vetëm që Zoti don, por edhe mundet dhe do ta bëj që të bekoj kishën e tij. Mundësisht, gjithashtu, do të na thot këtu shkruajtësi i kësaj letre, që është Juda, do të na thot dhe na drejtohet të gjithëvet se jemi të thirrur, të shejtëruar dhe të mbajtur, të ruajtur të Atit, ta dish sot mirë se që të gjendesh këtu, ke në duart e tua një thirrje, një ftesë që e mban. Një ftesë që e mban sepse ke vlerësuar këtë ftesë që të është dhënë dhe mundësisht ke vlerësuar atë që ta ka dhënë këtë ftesë. Dhe e mban, duke pritur diçka e mban. Do të flasim për atë pritjen, për të pritur se një ditë ke për ta takuar. Gjithashtu ke një virtyt të madh, ke një virtyt që të është dhënë nga shejtaruesi yt. Ke thirrjen, por ke edhe gjën e përshtatshme që ta mbash ose ta mirëmbash këtë ftesë dhe të mundesh një ditë të takosh atë që të thirri. Dhe nëse sot nuk ndjehesh i shejtëruar, ai që të thirri të ka dhënë ngushëlluesin, frymën e të vërtetës, shejtëruesin tënd, i cili do të të shejtëroj, do të të pastroj dhe do të djeg çdo gjë brenda teje që nuk është e tija. Gjithashtu sot të kuptosh se është dikush që emri i tij quhet Jezu Krisht dhe është pranë tejet. Është pranë tejet, të mban për dore dhe të çon si shokun e vet, të ruan dhe të mirëmban, je i mirëmbajtur nga Jezu Krishti. Ai është pra që të mban. Ai ka sjellur jetën tënde deri më sot, deri këtu. Por është edhe diçka tjetër. Të ka vënë në një plan që është shumë më i madh dhe shumë më i lavdishëm dhe shumë më i bekuar nga sa ti mund të kuptosh. Besojmë vëllezër dhe motra se jemi në planin e Zotit. Dhe kjo i përket, jo sepse e dua unë apo e don ti, por kjo i përket sepse e vendosi Perëndia i plot fuqishëm kështu. Por do të na thot tek paragrafi 3 se ndjeva nevojën për të shkruajtur
që të luftosh për besimin që na është dhënë shejtënorëve të një herë e përgjithmonë. Ajo që ke, pra që të qëndrojë në ty, ashtu sikurse e ke dhe mundësisht të shtohet, duhet nga ana ime dhe nga ana jote të kesh një betejë. Një betejë jo që të gjuash kot në ajër, por një betejë të bazuar gjithmonë në shejtërimin besimin ton. Dhe ky besim nuk është besim që më shpëton, besoj në Zotin dhe do të më shpëtoj, por shpëtimi që shpëtues është ky besim. Fjalët ose shkrimet e shenjta, besimi që na shpëton, që u dha një herë e përgjithmonë, një herë u dha në ne, është ai i cili na fton fjala e Perëndis sot që të luftojmë, që të qëndrojmë në te. Dhe përse jep një shpjegim të veçantë Juda duke thënë se ndjeva nevojën për t'ju shkruajtur dhe për t'ju paralajmëruar se nuk është e dhënë çështja se ne do t'i mirëmbajmë këto gjëra që na ka dhuruar Perëndia. Nuk është e mbaruar kjo çështje, sepse nëse nuk luftojmë për këto, atëherë ekziston një rrezik i madh dhe do t'i shohim pak rreziqet më poshtë, që t'i humbim këto gjëra që na u dhanë dhe të humbasim. Pra të humbim busullën tonë, të humbim kufint që ka vënë Zoti në jetën tonë dhe të humbasim nga besimi, nga ai besim që një herë e përgjithmonë na u dha. Kështu pra, përpara së gjithash, duhet të kujtojmë disa gjëra, të kujtojmë disa shembuj, të cilat do të duhet me kujdes t'ju shmangemi. Gjithashtu, më vonë, do të shohim përsëri disa shembuj të cilat duhet me kujdes që t'i vëjmë në jetën tonë. Dhe do të na thot fjala e Perëndis. Dua t'ju kujtoj, thot, le që ju e dini shumë mirë, se ekziston një popull i zgjedhur mundësisht, populli i Perëndis, populli i Izraelit, i cili duke dalur nga Egjipti, mori me vete gjithçka, nuk la mbrapa asgjë, përveç një. La më të rëndësishmen, la zemrën e tij, mbrapa në Egjipt. Ndërsa dolën nga Egjipti, zemra e popullit mbeti atje mbrapa. Dhe pa mrekullitë e Perëndis, pa praninë e Perëndis në jetën e tyre, dolën nga Egjipti me krah të fuqishëm, sepse Perëndia ishte me ta. Perëndia ishte me ta, por vetëm trupat e tyre ishin në praninë e Perëndis, ndërsa zemra e tyre ishte tjetër kund. Dhe mohuan udhën që ju përcaktoi Perëndia. Shiko tani, Perëndia na ka vënë në një rrugë kur i futi në detin e Kuq, ju dha mundësinë e shpëtimit pa patur rrugë tjetër, zgjidhjejet. Mbrapa e ndiqnin egjiptianët, majtas dhe djathtas ishte muret e ujit, ndërsa përpara ishte shpëtimi. Ndoqën pra shpëtimin. Por kur dolen nga deti i Kuq, atëherë, ndërsa Perëndia e kishte përcaktuar një udhë për ta, kishin edhe tjera mundësi. Atëherë zemra e tyre vazhdoi dal nga dal të shfaqet dhe arritën deri në atë pikë që të thojnë bëj për ne një drejtues që të kthehemi mbrapsht në Egjipt, sepse aty ku është zemra jote, aty është edhe thesari yt. Kujdes pra, ku është thesari yt? Dhe çfarë do të thotë thesar?
çfarë mendon ti në jetën tënde se është thesari? Ç'është ajo gjëja më e shtrenjtë e jetës sate? Dhe Perëndia i mbrojti. Perëndia i ruajti, sikur se bën edhe për ne. Në betejat që jepnin, ishte me ta dhe fitonin. Nëpërmjet një krahut të shtrirë të fuqishëm, jo të tyret, por të Perëndisë. Perëndia do t'u jepte gjithmonë, do të thonim sot, gjërat e nevojshme për të jetuar. I ushqej, ju dha të pinë. Perëndia ishte ai që i mirëmbajti. Kishin praninë e Perëndisë gjithmonë. E dinin se kur duhej të marshonin, të ecnin pra, kishin udhëzimin e Perëndisë. Vëllezër dhe motra, a e kemi udhëzimin e Perëndisë sot në jetën tonë? Ngrihej reja lart dhe atëherë ecnin. Kur ndalon të reja, ndalonin edhe ato. E dinin se ku të shkonin. Perëndia interesohej për të gjitha për ta. Por siguria, ja të japim pak rëndësi kësaj, ju lutem. Siguria që na jep ambienti i njohur i kësaj bote na drejton në humbje. Siguria që na jep ambienti që njohim, përse? Sepse Perëndia të thërret të bësh hapa besimi. Ju tha Perëndia se po ju nxjerrin nga një vend që e njihni. E dini se kur do të bjerë shi, e dini kur do të dalë dielli, e dini se ku do të rrini, se çfarë do të bëni, çfarë do të hani, e dini se sa dru do të hani, i dini të gjitha. Dhe kështu do t'ju drejtoj në një vend që ai vend ku do të shkoni nuk është sikur se vendi i Egjiptit, është një tjetër vend. Është një vend i bukur me male dhe me fusha. Nuk është i parashikueshëm, por është i ndryshueshëm ai vend. Ndryshon vendi dhe unë jam ai që jap shiun. Unë jam ai që interesohem për atë vend. Por që ta shijosh këtë, do të duhesh të qëndrosh në këtë që thot fjala e Perëndisë, në besimin që u dha një herë përgjithmonë për shejtënorët. Na bëj të na prind dhe të kthehemi mbrapsht drejtuese. Kjo ishte kategoria e parë që na thot fjala e Perëndisë të kemi kujdes. Kategoria e dytë tani, dhe engjëjt të cilët nuk e ruajtën gjendjen e tyre të paren ose vlerën e tyre që kishin. E kupton se çfarë vlere të ke dhe se çfarë vlere të ka dhënë Perëndia. E kupton veprën që të ka dhuruar Zoti. Kupton e mban në duart e tua atë gjën që të ka dhënë Perëndia për të quajtur fëmijë të tij. E kupton? Atë që ka përgatitur Perëndia për ty, për ne, e kuptojmë? Nuk jemi si të tjerët, por jemi të veçuar prej të tjerëve. Do të na e thot dhe e përsërit, por ju të dashur, dhe e përsërit disa herë, por ju jeni diçka tjetër, thot. Kujdes, mos e ngjasoni veten tuaj me botën. Kujdes, sepse Perëndia të ka dhënë gjërat më të mira dhe të vazhdueshme për shpëtimin tënd. Dhe do të ta thot në këtë shenjë të njohur këtu tek Efesianët, që thot se lutem, thot Pali, që Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, ati i lavdishëm, të ju jap frymë diturijet dhe zbuleset për të njohur atë, në mënyrë që të ndriçohen sytë e mendjes tuaj për të kuptuar. Duhet të kuptojmë, të ndriçohen sytë e mendjes sate për të kuptuar se si është Zoti, si të ka thirrur dhe se ç'është ajo që ka kërkuar për ditë në jetën tënde. Sepse Perëndia, besimtari do të ketë një vegim. Duhet të jetoj sipas besimit, dhe thot pra fjala e Perëndisë. Të njihni pra së pari se kush është shpresa e thirrjes tuaj. Me fjalë të tjera,
përshtate zemrën ose jetën tënde në vullnetin e Perëndis. Jeta jote duhet të jetë e përshtatur jo sipas vullnetit tënd, por në kufijt që ka dhënë besimi që është dhënë një herë për gjithmonë tek ne. E dyta, pasuria e lavdis e trashëgimisë së tij që u e dha shëtënorëve të tij. Do me thënë ka një pasuri lavdijet. Atje, por edhe këtu. Tani ftesa për ne sot është jetoje Krishtin në të përditshmen tënde. Kjo është lavdia lavdia e Zotit është ajo që të tregon mënyrën e jetës sate. Me fjalë të tjera, sa ndryshon nga bota. Sepse në qoftë se nuk ke ndonjë ndryshim me botën, kjo nuk është e mirë, është për të shqetësuar. Në qoftë se nuk e shqetëson pak botën, kjo nuk është e mirë, është për të shqetësuar. Në qoftë se të don bota, po të qoftë se të don bota, ta dish se bota don të tijet, por ti ju nuk jeni nga bota. Për këtë arsye bota çfarë ju bën? Ju urren. Sa të don bota? Aq sa të don bota, ta dish se një lloj e don edhe ti botën. E treta. Dhe çfarë? Madhështia e jashtëzakonshme fuqisë së tij ndaj nesh. Zoti është i fuqishëm. Zoti është ai që drejton udhën time. Dorëzohu tek ai. Është kaq i fuqishëm, aq sa ai është ose mundet, thot fjala e Perëndis, mos keni frikë nga ai që mund të humb trupin tënd, por që nuk mundet të bëjë gjë tjetër më tepër tek ti. Por të kesh frikë prej atij që mund të humbas trupin, por edhe shpirtin ta hedh në gehenën e zjarrit. Pra, në qoftë se ai është me ty, nuk mundet askush që të jetë përballë tejet. Falenderojmë Zotin. Ekziston edhe një kategori e tretë. Është Sodoma dhe Gomora dhe qytetet përreth, që u dhan pas kurvërimit dhe u dhan pas çoroditjes seksuale. Do me thënë, shijojmë ambientin në të cilin na ka dhënë Perëndia. Perëndia na ka dhënë një vend bekimit. Na mbulon nevojat tona. Kujtoni pak se çfarë thotë për Sodomën dhe për Gomorën fjala e Perëndis. Ishte ai vend si një parajs mbi tokë. Këtë don të bëj edhe Zoti në jetën tonë. Por kjo parajs mbi tokë do të mbajë në besim, apo do të tërheq në dembellek, apo do të tërheq akoma në mëkat. Fillimisht nuk ishte ashtu zona e Sodomës dhe Gomorës, por u bë ashtu, sepse kur nuk të lën asgjë mangut Perëndia, atëherë nuk e ndjejmë nevojën për të kërkuar Perëndin në jetën tonë, si i kemi të gjitha. Për çfarë arsye ta duam Perëndin? Kemi punën tonë, kemi familjen tonë, kemi kishën tonë, por ki kujdes. E dini se ekziston një shembull, një fjalë, bile nuk është një fjalë në fjalor, por është një kuptim. Një kuptim i cili vjen nga një qytet që quhet Sivaris. Në të kaluarën në Siqili ishin dy qytete, Sivaris dhe Krotona. Sivaris ishte një qytet i pastër dhe i madh, që të dy këto qytete ishin koloni greke.
merrnin pasurinë që ju vinte nga tregtia, nga që shfrytëzonin tokën, nga shumë gjëra. Banorët e atij qyteti ishin të gjithë të pasur. Të gjithë ishin dembel, të gjithë përtac dhe të gjithë ishin në një pikë të pa lëvizshme, domethënë në jetën e tyre. Dhe mundësisht përshkruhet diçka që njeri i drejtohet një banori tjetrit dhe i thot, a e din se mbrëm në darkë kalova një gjumë shumë të shqetësuar. Përse? Sepse thot dysheku im që ishte nga gjethet rëndafilash që të jetë sa më i butë, dhe disa nga gjethet ato ishin përthyer dhe më shqetësonin në brinjet. Atje drejtohet njeriu, në qoftë se nuk kujdesesh, do të arrish në atë pikë që të predakosh ungjillin e mbarësisë, se Perëndia është me ty vetëm kur je i pasur, vetëm kur nuk të mungon asgjë. Jo vetëm që nuk të mungon asgjë, por ke edhe më tepër nga sa ke nevojë. Dhe Krotona, një qytet më i vogël, një qytet që i mungonin shumë gjëra. Një moment arriti në atë pikë që të ndjej forcën e vet. E din çfarë i ndodhi? I bën e përlan, domethënë sivaret shkuan për ta hëngër atë. Dhe ato të shkretët, të pamendët, nuk kishin forcë që t'ju kundërshtonin. Nuk dinin çfarë do të thotë të kundërshtonin. Përse? Sepse nuk e dinin se ç'ishte betejë. Lufto pra në betejën që të zhdhen një herë për gjithmonë të shejtënorët. Lufto, mëso të luftosh, mëso të kërkosh. Dhe Juda do të ikë prej të përgjithshmes, solli 3 shembuj. 3 shembuj që ishin të përgjithshme. Foli për popullin e Egjiptit, foli për popullin e Izraelit, për engjëjt foli për Sodomën dhe për Gomorën, por tani e bën më të përcaktuar. Tani shembujt që thot bëhen me emër. Dhe vjen dhe thot në paragrafin 11. Mirë ata sepse kanë marrë rrugën e Kainit. Zoti na ka dhuruar një rrugë. Kaini ka rrugën e vet. Kaini ka mënyrën e tij që t'i afrohet Perëndis. Perëndia nuk afrohet me mënyrën që dua unë, por me mënyrën që don ai. Kaini jetonte sikur donte, bënte çfarë të donte dhe kërkoi mirësinë dhe bekimin e Perëndis. Nëse kërkon me mënyrën tënde që të vijë mirësia dhe bekimi i Perëndis në jetën tënde, s'ke për ta gjetur. Por nëse e kërkon me mënyrën e tij, atëherë do të jetë gjithmonë pranë teje. Dhe kur e kërkoi praninë dhe nuk e gjeti, atëherë pa pranë tij, pa vëllain e vet. Nuk e vuri me veten e tij, nëse diçka nuk shkon mirë në jetën time, të mos shoh pranë meje që të them, o Zot, je i pa drejt. Këtë e bekon dhe mua jo, por shif brenda tejet. Të shoh brenda mejet se çfarë nuk shkon mirë me mua. Sepse Perëndia nuk është një anqëm. Perëndia don që gjithë njerëzit të shpëtohen. Gjithë njerëzit të vinë në njohjen e të vërtetës. Të gjithë. Dhe Kaini, nga që ishte i bindur se ajo që bënte ishte ajo që mundte, që donte dhe ishte i kënaqur me atë që bënte, arriti në atë pikë që të vras vëllain e vet. Dhe për shpërblim të tij u dhan pas çroditjes të Balamit. Ke në duart e tua një peshore. Një peshore që nga njëra anë ka Balakun, nga ana tjetër ka Perëndin. Cila është me peshë në jetën tënde?
çfarë të ofron njeri dhe çfarë të ofron tjetri. Balaku, mbreti i Moabitëve, çfarë të ofron? Çfarë të jep? Në qoftë se bën atë që do të them, do të jap kaq dhe kaq. Jo, nuk mundem ta bëj. Okej. Në qoftë se bën atë që të them, do të jap kaq, kaq dhe kaq dhe kaq. Pra, akoma më tepër, Tani, e vështirë, nuk e bëj dot. Nëse e bën, do të jap kaq, e kaq, e kaq, e kaq, e kaq, e kaq. Tani, çfarë fiton njeriu nëse fiton gjithë botën dhe humb shpirtin e vet? Me të vërtetë, çfarë do bijet ka kjo? Të gjitha këtu në këtë jetë kanë një peshë, kanë një vlerë, kanë një çmim. Por dhuratat e Perëndis janë pa çmim. Përse? Sepse janë të përjetshme, ndërsa të gjitha dhuratat që të jep bota janë të prishme. Bota kalon dhe lakmia është bashkë me lakminë e vet. Falenderojmë Perëndin. Kujdes pra se çfarë ke në duart e tua. Kujdes se çfarë vlerët, cila është ajo që ka vlerë më tepër për ty. Dhe problemi është se dhuratat që të jep bota, nga që janë për të tanishmen, mund t'i shijosh tani në këtë moment. Ndërsa dhuratat e Perëndis janë dhurata besimi, janë dhurata frymërore. Premtimet e botës mund të përmbushen tani, në vend, dhe i kap. Kurse premtimet e Perëndis janë kërkesa për të kërkuar, kërkesa për të patur durim, kërkesa për të pritur. Sepse Perëndia ka mënyrën dhe Perëndia ka dhe kohën e vet. Dhe e treta. Dhe u rebeluan në mashtrimin e Koreut. Koreu, Dothan dhe Abiron. Kishin qafë të fort dhe ishin egoist, ishin njerëz të cilët do të thonim se u është rritur jashtë maset mendja, të cilët menduan se janë të fort, menduan se kishin mendimin e tyre dhe kishin guximin e tyre që të dalin dhe të qëndrojnë përpara njeriut të Perëndis, përpara njerëzve të Perëndis dhe të gjykojnë në fytyrën e atyre njerëzve vetë Perëndin. Kujdes pra për jetën tënde, kujdes sjelljen tënde, kujdes mënyrën me të cilën sillesh, mënyrën që sillesh në kish, mënyrën që sillesh në botë jashtë. Këto ishin që donin vendin e parë. Nuk ja pranuan Mojsiut hirin që kishte në te nga Perëndia, sepse Perëndia është që bën hirin. Perëndia është ai që na jep të gjitha sa kemi, të gjitha sa na beson për të menaxhuar. Këto janë të këqijat, të rejat e këqija, por ka dhe të reja të mira. Nga ana tjetër vjen dhe na thot fjala e Perëndis. Thot tek paragrafi 17, por ju të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë parathen apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht. Ata thonin që në kohën e fundit do të ketë tallës që do të ecin sipas pasioneve të tyre të padhësisë. Këta janë ata që shkaktojnë për taci njerëz mishor që s'kan frymen. Pra në një ambient të tillë, në një ambient ku unë me vetën time kam një betejë dhe luftoj, për nuk e le gjuhën të thoj çfarë të doj, të ruaj vetën time, sjelljen time, dëgjimet që më vijnë nga jashtë. Në një ambient të tillë ekziston një problem tjetër i cili vjen nga disa njerëz të cilët duhet të mësoj që të mbrohem prej tyre, sepse ato janë keqbërës për jetën time frymërore. Dhe si do të bëhet kjo? Paragrafi 20. Por ju shumë të dashur, këtu fjala e Perëndis vjen dhe përdor tre
fjalë dhe një folje. Thot tek paragrafi 21. Kjo është folja, ruhuni në dashurinë e Perëndis. Ruhuni, ruani veten tuaj, do të thot ruhuni. Pra, mbani, do të thot në përkthimin më të vjetër. Do më thënë, jo të ruhesh, të fshesh pra në dashurinë e Perëndis, por të mirëmbahesh në atë që fjala e Perëndis e quan dashurinë e Perëndis. Përse? Se në qofë se ndodhë kjo, ka metodë që të ndodhë kjo. Po të ndodhë kjo, atëherë do të mundesh të qëndrosh dhe të shijosh premtimet e mrekullueshme dhe të mëdhaja. Shkojmë tani tek fjalët që thamë. Ju të dashur, së pari ndërtoni veten tuaj në shejtërimin tuaj në besim. Pra ndërto, jo në ajër. Nuk do të thot shko dhe ndërto, por thot të ndërtosh mbi diçka tjetër. Dhe mbi diçka tjetër që duhet të ndërtosh është themeli që është hedhur, i cili quhet Jezu Krisht. Ai është guri i qoshes. Ndërto thot mbi Krishtin, në Krishtin. Aty ndërto. Çfarë të ndërtoj? Ndërto dhe vendos jetën tënde në te. Aty ndërto ato që pret. Aty ndërto shpresën tënde. Aty ndërto karakterin tënd. Dhe din diçka. Disa herë arrim në një pikë dhe themi, e mirë, ndërtuam. E mbaruam ndërtimin ton, s'ka nevojë për me. Mire është me materiale të mira. Por kujtohu pak se çfarë do të thot Pali tek letra drejtuar Romakëve. Aty në kapitullin e 12 dhe paragrafin e 2. Do të thot, më mirë ta lexojmë si e thot, që ta themi më sakt. Mos u bashkoni me këtë botë për të provoni se cili është vullneti i Perëndis i mirë dhe i pëlqyeshëm. Kemi nevojë pra për inaugurime, më thot gruaja nga një herë, u prishën plakat, duan për të stokuar. E mirë i them unë, s'ka problem. Po ta lesh, do të prishet më keq. Rrjedh çezma, ka një vit që më thot. Po do ta ndreqim, i them. Po, por nuk bëhet, Nuk bëhet kështu. Kur të kalojnë koha, kemi nevojë për rindërtim. Kemi nevojë për një rimëkëmbje. Këtë rimëkëmbje vetëm prania Perëndis në jetën tonë na i jep. Pra, ndërtohuni në shejtërimin, në besimin tuaj të shejtërimit, duke u lutur në frym të shenjtë. Lutja praktikisht. Çfarë tregon? Shkoj të lutem. Gjunjëzohem. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kërkoj diçka, që kuptojmë të gjithë, pra kërkoj diçka, por njëkohësisht ndjej nevojën se jam varur prej asaj që lutem. Tregon se sa më varem unë në Perëndin, sepse nëse nuk më varem nga Perëndia dhe nga veprimet e tij, atëherë s'kam nevojë të lutem. Por nga që çdo dhënie e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur nga lart zbret, nga ati i dritave. Dhe kështu, me lutjen tonë, deklarojmë se jemi të mvarur prej atij i cili na thirrri, prej atij i cili na shejtëroi dhe ai i cili na mirëmban, na ruan. Dhe e treta, duke pritur mëshirën e Zotit ton Jezu Krisht. Çfarë presim vallë? Çfarë presim? Do t'ju kujtoj pak. Simeoni
ju kujtohet Simeoni tek kapitulli 2 i Lukës, i moshuari Simeoni, i cili gjendej në praninë e Perëndisë dhe priste të shifte shpëtimtarin e Zotit. Do të thënë shpëtimtarin i ardhur nga Zoti, pra priste ta shifte. E priste ta shifte. Çfarë pret në jetën tënde? Çfarë pret? Në Veprat e Apostujve, në kapitullin e 10, kur ka shkuar Pietri dhe Gjoni tek ai paralizuar tek dera e bukur, ai shkreti priste që të merrte diçka prej tyre. Çfarë pret? Çfarë pret në jetën tënde? Hapet një kohë e re përpara nesh. Çfarë presim në këtë kohë të re, në këtë vit të ri që u hap përpara nesh? Çfarë pres? Unë pres të ngroj makinën, të merr një tjetër, mund të thoj dikush, unë pres një tjetër gjë. Ti çfarë pret? Ç'është ajo që pret? Ki kujdes pra, se ka gjëra që duhet t'ju shmangësh, ka dhe të tjera që duhet të kërkosh t'i kesh. Falenderojmë për Edin. Dhe të tjerë kini dallim, thot, jep një lemoshen duke patur dallim. Nuk mjafton, por duhet për veten time, vetëm për duhet të bëj dhe diçka gjëra të tjera. Pra jep një lemosh njëri tjetrit duke patur dallim. E kuptuam dje mesazhin e Perëndis se çfarë do të thotë të kemi dallimin. Ka dy lloj dallimesh. Një dallim që është i gabuar dhe një dallim tjetër që është i saktë. Zakonisht ne bëjmë atë dallimin e gabuar, të gjithë ne dallojmë diçka në mënyrë të gabuar. Dhe cila është ky? Këtë kujt jap lemosh? Këtij apo këtij? Mund t'ja jap lemoshin këtij dhe përse të mos jap ti tjetrit? Ky ishte dallimi i gabuar i priftit dhe i levitit. Sepse kur pan në momentin që të bënin mëshirë ndaj tij, bën një dallim të gabuar dhe peshuan brenda tyret, peshuan të ndihmoj atë apo të mos e ndihmoj të plagosurin. O tani vin nga puna ime, 15 ditë kishin priftërinë turnin e tyre, për këtë arsye kishin mbaruar prifti dhe leviti së bashku të shkojnë në shtëpinë e tyre. Kam 15 ditë atje në Jerusalem, jam i lodhur tani të shkoj në shtëpinë time dhe ç'është ky tani i plagosur në rrugë. Sepse nëse dhe ka vdekur është edhe i papastër. Por edhe po mos jetë i vdekur, tani kam kohën të merrem me të. Kush do ta mbajë atë në kurriz? Ku ta çoj? Ta mëshiroj apo ta mos e mëshiroj? Dallim i gabuar ky. Cili është dallimi i saktë? Çfarë do të thotë këtu fjala e Perëndis? Jepni lemosh duke bërë dallim. Ti. A je i mëshiruar prej Zoti? Nëse të ka mëshiruar Zoti ty, ishe i denjtë që të mëshironte Zoti. Përse të mëshiroj Zoti? Mëshira, për mëshirë janë të denjtë të gjithë. Nuk ka dallim nëse do të bëj mëshirë ndaj dikujt apo jo. Mëshirë do të bëj gjithmonë. Nga ku vjen mëshira, ose dallimi, më fal? Dallimi vjen se çfarë lloj mëshirët kam për të bërë sipas nevojës që ka ai që do të mëshiroj. Dhe Samaritani e kuptoi. E kuptoi sakt. E dinte se çfarë duhej të bënte. Ky është dallimi i mëshirës. Duhej, ver, vaj. Kafshën që kishte, gomarin, dinaret. Pra dallim dhe parashikim, se nëse nuk mjaftojnë, pa tjetër, aty. Kjo do të thotë që të mëshiroj tjetrin duke patur dallim. Do më thënë mëshira jon duhet të jetë e përshtatshme. E përshtatshme
dhe duhet të jetë edhe e plot. Kjo është jeta të krishterit. Jeta të krishterit është sikur se merr nga Zoti mëshirë, kështu edhe të jap mëshirë. Aq sa kam nevojë për shpëtim unë, kaq dhe më tepër nevojë për shpëtim kanë dhe të tjerët. Sepse unë mbase jam më i keq nga të tjerët. Dhe nga momenti që Perëndia më mëshiroi në jetën time, kështu edhe unë duhet ta jap këtë tek Zoti, duke mëshiruar të tjerët. Dikush tjetër shpëtohet me frikë duke rrëmbyer si nëpërmjet zjarrit, duke i hequr rrobën prej mishit. Ai që ka nevojë për mëshirën time, edhe unë do të kem një dallim që t'ja jap, por janë edhe të tjerët që janë të rënë. Janë të tjerë që kanë rënë nga besimi, janë larguar. Janë të tjerë pra që në jetën e tyre llogaritën dhe dështuan në shumë zgjedhjet që bën. Por ki kujdes. Në qoftë se qëndron, në qoftë se ruan, në qoftë se mban veten tënde në dashurinë e Perëndis, duke ndërtuar në besimin tënd, lutesh në frymë të shenjtë dhe pret mëshirën e Zotit, atëherë ato të cilët kanë ikur nga udha e Zotit dhe mundësinë për t'i tërhequr ke, por edhe qëndrueshmërinë tënde mund ta mbash. Sepse dua të ngrej një peshë. Është një peshë 20 kg për shembull. E kapi, basa vështirësohem pak, po do ta ngrej. 30 kg, do të vështirësohem, do ta ngrej, do të lodhem pak, po. Por qoftë 80 kg, do të më marrë poshtë, do të më tërheq poshtë. Kujdes. Duhet së pari të punosh brenda tejet dhe pastaj të veprosh në veprën e Perëndis, sepse vepra e Perëndis djeg. Sepse këto njerëz gjenden në zjarr, tjetri shpëtohet me frikë, duke u rryer dhe rrobën e ndotur nga mishi, duke rrëmbyer nga zjarri, që të mos të ndotin, por nuk mund të ndotin kur të jenë në praninë e Perëndis, kurse në të kundërtën mund të shejtërohen kur të vinë në praninë e Zotit. Dhe lajmet e mira përmbushen. Ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe t'ju nxjerr para lavdisë të tij të paqortueshëm dhe me gëzim. Pra Zoti mundet. Zoti e bën. Por do të mvaret nga unë, nëse do ta kem praninë e Zotit në jetën time. Do të mvaret nga zgjedhjet e mia dhe nga dëshirat e mia, në qoftë se do të qëndroj i patëmet, nëse do ta kem lavdinë e Zotit në jetën time dhe nëse do të mund të ecim sipas vullnetit të Tij. Të dashur vëllezër dhe motra, jemi të gjithë njerëz me mangësi dhe me dobësi tona. Kisha e Krishtit në përshekuj nuk tregoi heronj. Asnjë hero nuk doli nga kisha e Krishtit. Kisha e Krishtit tregoi dëshmitar. Dëshmia e Krishtit është ajo që na prezanton përpara Tij. Dëshmia e Krishtit në jetën tonë është ajo që do të na drejtojë përpara Tij. Falenderojmë Zotin, Zoti të na bekoj dhe të kemi një vit të mbar duke njohur dhe ditur se Zoti është më i fortë se kushdo tjetër dhe ja vlen